është pengues. Po për kështu, këtë gjumë, unë s'paku, atë sa kam përcjellë politikën dhe SBA-t dhe Kongresin që e kam shumë për zemër, kështu janë sjellë me Madurën, kështu janë sjellë me Lukashenkon, kështu janë sjellë me ose vlerësime tilla kanë pas për despot, për tiran, për njerëz që nuk kanë pas lidhje me demokracinë, që shtu kanë folë për fatkeqësisht për Miloševićin. Qysh erdhi koha në 2025? Jo, s'po flasim na pas 100 vjete, po pas 17 vjete pavarësi i Kosovës, pas 26 vite çlirimit të Kosovës, që të gjithë i kemi të freskëta kujtimet tona, me ardhur në situatë ku shtëpia, tempulli i demokracisë botërore, thotë që po është e vërtetë që penguesi i zhvillimeve demokratike dhe kështu në Kosovë është Albin Kurti. Dhe këtu përsëri ka një nivel tolerance të gjithë spektrit politik. Po me pas bërë që ta Avdullah Hoti, Lumir Abdigjiku, Isa Mustafa kushdo tjetër, o përbes, 100.000 njerëz që do t'i kishin rrugë. Mort kishë thonë praprish me thonë botën, këta e kanë vunë pikpyetje. A i keni 100.000 njerëz? A i keni 100.000 njerëz? Keni pak ma shumë se 100.000 vota? Ne votus kemi, normalisht që kemi ma shumë se 100.000, po unë menoj që ish dash njerëz me i mobilizu dhe sepse është prek aty ku nuk preket dot dhe nuk ish dash me u prek dot. Interesi jetik, e them jetik për disa të njerë, i shtetë Kosovës është aleanca me SBA-t. Normalisht dhe me vendet tjera, por sidomos me SBA-t. Dhe edhe po ta prekte dikush tjetër jashtë Kosovë, ish dasht me pas një reagim popullor, me thonë, hej, kada çka po na ndodh, me të ardhë kjo prej kryeministrit venit, dhe me toleru deri në këtë nivel, sa që me utall, unë menoj që kemi bërë gabim. Dhe tash më falit se pyetja ishte, tani, a ka siguri ky që mund shkojmë në zgjedhje, unë menoj që sidomos këto 9 muajt e fundit, 10 muajt e fundit, ku e kanë pa njerëz që ky do me thonë një sjellje tërësisht papërgjithshme të tij ndaj proceseve politike dhe jo vetëm politike të Kosovës, do të ndëshkohet. Dhe jam i bindur që do të ketë një rezultat më pozitiv të ish opozitës dhe jam i bindur po ashtu që nuk do të ketë më asesi qeveri Kurti 3. Unë personalisht e them, në asnjë variant të mundshëm Albin Kurti nuk e shoh kryeministër. Për me ndodhë që kjo duhet mas zgjedhjeve LDK-ja me ndru qëndrim. Ka qenë deklarate famshme me Emili Krasniqit, le të i bjen Lumiri veç votat e veta tjera t'i bëjune. Qëndrimi LDK-s ka qenë me vetë vendosjen shkojmë, me tjertë nuk shkojmë, mirë boll jena në opozit, hajde zgjedhje. I bjen që mas këtyne zgjedhjeve, ose keni vetë besim që keni murrit, edhe me qenë plejera pak ma të mdhej në qatë tavolin, ose duheni me ndru fjallë, ta është diçka që e keni diskutu para fushatës? Dani LDK-ja në momentin kër i mori rezultatët, që nuk ishin të pritshme dhe ato rezultate, e vlerësoj situatën brenda edhe vetë partijës, por edhe situatën politike, dhe duke e pa që Albin Kurti nuk i ka numra, dole me një ide. Me një ide të një qeverie gjithë përfshirëse. Për një periudhë caktuar, ku do të adresoheshin disa nga çështjet e caktuara dhe do të përgatiteshim për zgjedhjen e muajin mars të vitit të ardhshëm, aty ku do të vinte situata për zgjedhjen e presidentit, që është një situatë bukur e delikate politike. Jo që nuk u morë seriozisht, por nuk u trajtua fare kam përshtypjen për Albin Kurti, sepse s'ishte interesuar për ndërtimin e institucioneve.